Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV nga unë Tirona Lili. Ja ku po nisim sot këtë ditë maraton duke sjellur pranë jush ngjarjet, diskutimet, komentet të gjitha asaj se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme, natën e mbrëmshme, por edhe çfarë do të ndodhen gjatë ditës së sotshme konkretisht në prajmin e natës së sonshme në Big Brother VIP Albania. Nga promoja e publikuar në rrjetet sociale të Top Channel, kemi arritur të kuptojmë që sonte rikthehet Egli. Do të thënë nuk është cituar se ku do të rikthehet, është të thënë që Egli rikthehet në Big Brother, por nuk është thënë nëse do të rikthehet në shtëpinë e Big Brother apo në studion e Big Brother. Por duke njohur dhe duke qenë të paktën të informuar apo duke patur një pasqyrë të asaj se çfarë ka kaluar më herët në Big Brother në Shqipëri, besojmë që Egli si fillimisht do të jetë në studio për të dhënë një mini intervistë të vogël edhe për të treguar gjendjen e saj shëndetësore, për të dhënë komentet e saj, do të thënë një lloj mikpritje për rikthimin e saj, edhe më pas do të jetë në shtëpi. Egli nuk është se ka dalur të fletë nëpër intervista, se zakonisht banorët të cilët të përfundojnë rrugtimin e tyre në këtë reality show, fillojnë në mos jo prej nesër, por në ditët në vazhdim fillojnë duke dhënë intervista të ndryshme në për emisionet në Top Channel. Egli nuk ka qenë intervistuar nga asnjë emision në Top Channel dhe kjo nuk kupton që Egli ka patur kartën e kthimit në një aspekt të hapur brenda kësaj shtëpie. Edhe duke u bazuar se Egli doli me zarftëzi, kuptoj që në reklamën e cila është publikuar për Eglin që është larguar, shkruante që Egli lë garën, do të thënë Egli largohet nga gara, që nuk kupton Egli e mbyll këtë kapitull, sepse lë dhe largim është po e njëjta gjë, por gjithsesi produksioni ka menduar ndoshta një moment më të mirë për rikthimin e Eglit. Do të thënë pas disa ditë jashtë shtëpisë për shkak të gjendjes së saj të rënduar psikologjike dhe nga një viroz që Egli ka kaluar, Egli rikthehet në shtëpinë e Big Brotherit. Do të jetë e çuditshme momenti se si do të reagojë Gjesti, i cili është një nga personat që do të ketë një reagim të fortë ndaj rikthimit të Eglit. A do të jetë ai i lumtur apo do të jetë i acaruar për hyrjen e saj? Për shembull, nëse do të bënim një krahasim në pjesën e Xhenetës, Gjesti ka qenë shumë interesant dhe ka qenë shumë i lumtur, por duke i hedhur kundja. Por do të shohim në pjesën e Eglit, sepse Gjesti në dhomën e rrëfimit ka thënë ose unë, ose ti në shtëpinë e Big Brotherit, por duke menduar që Egli ka ndryshuar dhe e ka parë veten në një formë tjetër, tashmë po i shikon gjërat në një formë tjetër, tashmë po i mendon gjërat në një formë tjetër, mendoj që Egli do të ishte një super fuqi për Gjestin brenda kësaj shtëpie, do të ishte një super aleate e fortë dhe loja do të ishte bërë në fakt një kënd më i bukur. Tashmë Egli ka mundësinë që të sqarojë të gjitha situatat e lëna pezull dhe të tregojë si do ndjehet pas kësaj pauzës. Megjithatë që në studio do të ketë pyetje të ndryshme për marrëdhënien e saj me Gjestin, pasi që Egli ka bërë dhe një reagim në Instagramin e saj privat, duke ndarë qëndrime, duke ndarë mendime dhe duke ndarë emocione të saj, ku në një komentim që Egli ka bërë, ka thënë që nuk mundem dot të fsheh të gjitha vuajtjet dhe të fsheh të gjithë trishtimin e vetes time nga ajo se çfarë un kam kaluar. Do me thënë, me shumë mall dhe dashuri sonte e presim rikthimin e Eglit në shtëpi, por njëkohësisht do ta presim edhe reagimin e Gjestit. Besoj që do të jetë një reagim shumë i ngrohtë, një reagim shumë emocional, një reagim shumë i bukur, sepse Gjesti në një bashkëbisedim natën e mbrëmshme me Rozanën në verandë, pas një pyetje që Rozana e ka pyetur nëse të ka marrë malli për Eglin dhe nëse e mendon, Gjesti ka thënë që më ka marrë malli shumë për Eglin dhe realisht më mungon. Ndoshta dhe për Gjestin ka qenë ky një reflektim i bukur, mendoj që në këtë rast produksioni ka menduar bukur për të dy, sepse ndoshta mallin e ke më shumë kur nuk e ke një njeri dhe Gjesti të paktën kështu veproi brenda kësaj shtëpie, duke qëndruar pa Eglin, ai tregoi një lloj malli dhe ka një lloj mungese të saj.
Nga pjesa e eglit, do trajtohet edhe si temë sonte në Prime debati i fortë që Gjesti ka patur me Viserlo. Tani Viserlo dhe Gjesti kanë një debat të vazhdueshëm ku baza e këtij debatit nisi të jetë një kohë kërkesë. Pasi që Gjesti loste me Jozin në shtëpi dhe me Kellin, losnin me patate, Ola dhe Viserlo i provokonin duke e marrë pataten dhe duke mos ju dhënë. Tani çfarë ndodhi? Në këtë pikë të lojës, Gjesti normalisht në Kosovë, për shembull Big Brotherin në Kosovës, veza ishte shumë e pranueshme, veza ishte shumë okej dhe banorët luanin me vezë me njëri tjetrin, ndërsa në Shqipëri veza është një tanke, si thoni ju. Veza është një bazok. Do thënë aq që dhëm ka kjo veza. Tani Viserlo unë e di që është një lojtar me strategji dhe e përdori këtë punën e vezës, e bëri strategji brenda shtëpisë dhe veza vazhdoi të sjell diskutime të ashpërta dhe informacione nga jashtë dhe përdorje të situatave dhe momente të dhimbshme kundërdrejt Gjestit. Viserlo i pati thënë Gjestit ditën kur ato patën debatin më të madh, sepse tani banorët edhe e injorojnë Gjestin shumë, që ti je një mashkull që njerëzit e cilët ti i dhunon psikologjikisht, edhe ato i çon në humner siç e çove Eglin për shpirtin që ka. Do thonë një mashkull i vërtet që të do nuk ta bën kur atë, të paktën ishte ky reagimi i Viserlos. Do të thënë Gjesti i tha që unë të dua shumë, të kam shumë gjanë. Tani unë e pata thënë edhe dje dhe vazhdoj ta them edhe sot që Gjesti ka një lloj strategjie, njerëzit të cilët i do, me situata që i krijon brenda shtëpisë, ai mundohet që t'i nxjerrë në prime. Mundohet që t'i bën të diskutueshëm që ato të mos largohen nga shtëpia. Po unë jam shumë i bindur që Viserlo nuk e ka kapacitetin për të arritur ta kupton lojën e Gjestit dhe të bëhet aleancë në zënkat që krijojnë ato të dy së bashku, sepse Gjesti e nxjerrën si zënk të bukur. Do të thënë marrëdhënia e tyre është e tensionuar prej kohësh dhe sot ato do të kenë një diskutim, le të themi përfundimtar për të sqaruar çdo gjë, por Viserlo ka një qëllim të vetëm që të sjellë një zarf të zi në shtëpi, ndërsa Gjesti ka qëllim të vetëm. Provokimet mes tyre kanë shkuar në një nivel tjetër ekstrem deri në atë pikë sa Gjesti ka fëlliqur edhe krevatin e tij. Do të thënë Gjesti ka bërë me shkumën e rojës krevatin e Viserlo sepse dëshironte të krijon një lloj tensioni në shtëpi. Do të shohim nëse ky debat do t'i çojë në një pajtim apo në një ndarje përfundimtare mes tyre. Do shohim se si do shkon marrëdhënia e Gjestit dhe Viserlos. Më pas, temë të tretë. E kemi trekëndshin mes Jozit, Loredanës edhe Olës. Dashuri apo interes për lojë. Tani edhe Ola i është kthyer Jozit kundërt. Domethënë dëgjoja mbrëm në një debat që kishin, Ola i thonte unë të doja aty deri në momentin që nuk hape gojë, në momentin që ty hape gojë u bëre shumë i shëmtuar, u bëre shumë qesharak, nuk je mashkull, je burec e tjerë gjëra të këtilla. Loredana do të thënë po e injoron Jozin duke bërë meme TikToku dhe në fakt po bëhet shumë viral dhe në anën tjetër është Valbona, le ta quajmë katërkëndsh këtë, që tashmë mundohet të krijojë një lidhje me Laertin, i kërkon emocione Laertin, a në anën tjetër do të thënë sheh Jozin. Situata është interesante në një marrëdhënie që nisi me ndjenja nga ana e Olsës, e cila shikonte Jozin në ëndër, e cila emocionoheshte me Jozin, le të themi dhe eksitoheshte me Jozin, sot është kthyer në një urrëtie të papar për brenda një kohe shumë të shkurtër, ndoshta dolën edhe fjalët e Loredanës, e cila në një prej netësh tha që ç'a bën tha Ola tha se nuk njihet ta çuni tha për 3 ditë. Do të thënë kemi një situatë që Jozi tashmë është ai princi i kaltërt, po kali i ka ikë dhe vrapon pas kalit të tij dhe nuk e zë dot. Do thënë kemi situata shumë interesante në shtëpi që sonte, me patjetër që produksioni i kësaj ngjarjes do t'i jep shumë vëmendje sepse është ngjarja që ka më së shumti momente qesharake. Dhe më pas kemi konfliktin mes Gertës, Rozanës dhe Danjës, një treshe e përfshirë me konflikte shumë të zjarta, për shembull natën mbrëm gjatë orëve të vona Rozana më arriti deri në atë nivel sa që
shkilte me këmbja stëkun, i organin në tokë të Gertës, edhe Gerta u denigrua totalisht dhe u qerë, le themi totalisht nga vetja e saj, duke nxjerrë të gjithë urrëtitjen, duke nxjerrë të gjithë inatin dhe duke shkuar në dhomën e rrëfimit, duke përplasur duart që padrejtësia që po më bëhet mua nuk është në rregull, ndërsa Rozana i tha që ti tha po përdor emrin e babait tim. Tani në këtë pjesë nuk dua që të mbroj Gertën, por Rozana ishte me gabim sepse unë e pash të gjithë ngjarjen dhe Rozana e keq kuptoi mënyrën se si Gerta ja hudhi jastikun Valbonës. Ato të dyja po losnin, po ndoshta në një mënyrë e futën edhe në kolaps Rozanën. Dhe më pas kemi sfidën e mos reagimeve. Banorët u vendosën përballë një prove shumë emocionale, ku nuk duhej të reagonin. Në këtë sfidë ato përjetuan lot, gëzim, duke nxjerrë në pa anën e tyre më të ndjeshme. Vllai i madh do të komentoj performancën e tyre dhe do nxjerrë në pa ata që kanë qëndruar të fortë dhe ato të cilët janë thyer emocionalisht. Domethënë kemi sonte një bashkim videosh me ngjarjet më interesante, për shembull momenti më i dhimbshëm ka qenë momenti i Rozanës, e cila nuk e takoi dot nipin e saj, i cili e luajti rolin shumë bukur, dhe më pas se kemi eliminimin, kush do të largohet nga shtëpia. Në fund të natës njëri nga banorët do të lërë shtëpinë e Big Brother, cili do të jetë fati i tyre, a do të ketë ndonjë surprizë apo vendimi do të jetë i papritshëm. Do të thënë këto janë ngjarje që do të ndodhin sonte, me patjetër sonte është e shtunë, sonte kemi dhe një rrëfim jete, kemi dhe një surprizë për njëri nga banorët, do të presim se çfarë do të ndodhen, domethënë kemi shumë ngjarje brenda një situate në shtëpi. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe për të sjellë video të radhës.